Ministër, keni kërkuar fjalën apo jo? Okej. Zonja Zhupa. Më pas zoti Erio Mile. Faleminderit. Ju lutem përmbajuni procedurës. Kam një listë me më shumë se 10 deputet që kërkojnë për procedurë. 10 deputet. Do të përmbajmë listës duke respektuar edhe detyrimin rregullores për ekuilibër ndërmjet grupeve. Zoti Boçi, mos u shqetësoni për listën. Urdhroni. Faleminderit, kryetar. Në fakt kam ndjekur me vëmendje edhe prononcimet e deputetëve nga ana juaj, edhe prononcimet e deputetëve tanë në lidhje me protestën e studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Më vjen mirë që kemi reaguar të dyja palët, por kemi reaguar në mënyrë individuale, si deputet apo si përfaqësues së elektoratit tonë. Do të ishte në nderin dhe në detyrën e këtij kuvendi që të reagonte zyrtarisht dhe të dilte me një deklaratë të përbashkët në mbështetje të drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut për të përdorur gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare, që vjen që nga marrëveshja e Ohrit tek ligji i miratuar nga Maqedonia e Veriut, sepse nuk bëhet fjalë për një diskutim me karakter politik, por bëhet fjalë për një diskutim me karakter ligjor, me karakter kombëtar. Ju, samitin e diasporët, e kishit titulluar Rënjët të lartësojnë. Rënjët tona janë kudo, janë edhe në Maqedoninë e Veriut, dhe është detyra e shtetit shqiptar që të kujdeset sa herë cënohen të drejtat atje. Mënyrën se si zoti kryetar e kishit organizuar samitin e diasporës, do t'ju ftoja me shumë sinqeritet, me qënë se jeni duke diskutuar edhe rregulloren e kuvendit, që Komisioni Turizmit dhe të Kulturës le t'ja hiqni diasporën, për aq kohë sa e keni injoruar totalisht kuvendin, për aq kohë sa qeveria nuk e pa të nevojshme që të përfshinte deputetët e kuvendit Shqipërisë, Komisionin Parlamentar të Diasporës për të marrë pjesë, për të qenë pjesë dhe për të organizuar një samit i cili i shërbente realisht diasporës. Kur ky samit, zoti ministër, me që jeni këtu, do duhet kishte filluar me çfarë u bë nga 3 samitet e mëparshme, kush ishin objektivat që arritën ata 3 të mëparshmit dhe cilat janë objektivat e këtij të 4-tit. Po e kthyet në një samit propagandistik, ku unë për shembull nuk arrita dot ta kuptoj, mbasi ju kishit publikuar agjendën finale, si u gjend folës Taulant Balla dhe me çtagër ishte Taulant Balla atje, përveç se me tagën e drejtuesit politik të diasporës. Se po të ishte si kryetar grupi, detyrimi ishte që të gjithë kryetarët e grupeve parlamentare të ishin ftuar atje. Ju çdo gjë e përdorni për politik dhe për qëllime elektorale, por të paktën kur vjen puna tek shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, le të bashkohemi, le të jetë detyrë e kryetarëve të grupeve për të bërë një deklaratë të përbashkët të kuvendit të Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit, ministri